siç është vënë re se jashtë kemi qenë gjithë, është pak ditë me shi sot, por për ne këtu është ditë e veçantë. Jo vetëm për studentët që do të diplomohen, por edhe për ne si stafi i STL-s, për mësuesit e STL-s, dhe për të gjithë ju që keni ardhur të mbështesni dhe të duartërokisni të dashurit tuaj në këtë ditë. Është një ditë e veçantë dhe nuk është thjesht një ceremoni, por është një fest. Ne sot do të festojmë, sepse do të festojmë 3 vite punë, në mos më shumë vite për disa. Do të festojmë 3 vite sakrifica, sepse studentët ta nuk janë thjesht studentë, janë edhe prindër, janë edhe shërbëtorë. Dhe gjithashtu do të festojmë 3 vite besnikëri të Zotit. Dhe mendoj që për të larguar pak ret, është mirë të nisim me një duartërokitje dhe një brohoritje të madhe. Ti
shien, ndërsa me na piktu vjen, ti meriton aprimin ton, e më miqdo e më Nuk e dija u vore, po sikur dielli doli pak më shumë. Faleminderit për adhurimin, faleminderit për zemrat që keni për të shërbyer. Edhe pas këtij adhurimi është koha për diçka pak më personale, që është koha që studentët tanë të ndajnë më konkretisht nga rrugtimi i tyre. Edhe ne kemi kënaqësinë sot të dëgjojmë 3 dëshmi të shkurtra nga 3 prej studentëve të tanë, Urtani, Erjola edhe Iliri. I mirëpresim me një dyert të vite duke tuar nga Urtani. Atëherë, shumë të dashur dhe shumë të nderuar, stafi i ISTL-s, mësuesit, asistentët, studentët, po ashtu edhe gjithë të pranishëm, ju përshëndes edhe jemi sot në fakt një ditë shumë të veçantë, siç edhe shihni është një ditë festimi, ashtu si tha dhe Greta, një ditë festimi sepse disa studentë sot midis tyre edhe unë festojmë përfundimin ose përfundimin e këtij rrugëtimi 3 vjeçar, edhe për disa pak më tepër. Por jemi shumë të gëzuar dhe mirënjohës Perëndis në fakt për të gjitha ato gjëra që e ka bërë këto 3 vite. Personalisht kam qenë shumë i bekuar, do thoja, me shkollën, mësuesit dhe nuk di si t'i falenderoj për kujdesin që kanë treguar, dashurinë dhe përkushtimin e tyre. Në fakt do doja ta filloja duke treguar se si person kam qenë shumë bas mësimeve teologjike dhe kërkoja patjetër të bëja një shkollë. Isha, do të thoja, një person që lexoja libra të ndryshëm, doktrinar, dhe lexoja shumë. Diskutime po ashtu bëja shumë. Por ndërsa ndaja zemrën time me miqtë e mi më të ngushtë, e midis tyre pastor Edi Morava, i cili ndodhet atje në fund, dua ta falenderoj duke qenë se ai është personi i cili më prezantoi me ISTL-n. Dhe që nga momenti i parë kur fillova të studioja e të mësoja, në çdo mësim dhe në çdo reflektim, në çdo testim, pse jo edhe testime, unë shikoja që nuk dija çdo gjë. Dhe ende do të them, nuk është se kemi mësuar gjithçka. Sepse në fakt, fjala e Perëndis është një fjalë gjallë që nuk ndalon, është një fjalë që është si një burim që gjithmonë gufon në jetë përjetshme. Dhe ne si nxënësa të Jezu Krishtit gjithmonë do të jemi duke u rritur me fjalën e Zotit dhe gjithmonë duhet të vazhdojmë të studiojmë fjalën e Perëndis edhe më thellë akoma. Por ndërsa studioja, unë kuptoja se ne nuk kemi nevojë vetëm thjesht të mbushim mendjen me mësime dhe me doktrina të ndryshme apo me teologji të ndryshme. Në fakt ISTL-ja prandaj është e veçantë sepse nuk është kështu. Nuk na mbushi mendjen vetëm me informacion, por do të na mbushi zemrën plot me besim
dhe me dashuri për të dashur Zotin, për të dashur familjen, për të dashur komunitetin ku ne jetojmë dhe për të shërbyer njerëzve të cilët Zoti na ka besuar. Në fakt, ndërsa studioja, ndërsa mësoja dhe vitet kalonin, arrita të kuptoj që çdo shërbëtor i Zotit duhet në fakt të studiojë, duhet të kërkojë më tepër nga Perëndia. Dhe duke qenë se eksperienca ime është këtu në ISTL, do t'ja u sugjeroja çdo shërbëtorit të Zotit që të studionte pranë kësaj shkolle, duke qenë se t'i jep mundësinë të aftëson për të bërë shërbesën në mënyrë sa më të plotë. Sfidat që kam kaluar si pastor i ri, do të thoja. Isha vetëm një vit si pastor kur fillova të studioja në ISTL dhe me thënë drejtën nuk e dija çfarë më priste përpara. Zakonisht pastorët e rinj e dinë se çdo gjë do të jetë shumë mirë. Mirë, po gjatë rrugës kuptova që kemi shumë sfida të ndryshme. Gjatë rrugës u përballa me betejë, me sulme, me provokime, me gjëra më të ndryshme. Dhe po të mos ishte për shkak të ISTL-s, për shkak të mësimeve dhe përgatitjes që ne morëm atje, unë jam i sigurt që do të kishin ndoshta unë do të kisha dështuar. Ndoshta do isha tërhequr pas. Por lavdi Perëndis që në këtë shkollë ne mësojmë se rruga nuk është aq e lehtë sa duket, dhe kjo shkollë ty të aftëson dhe të mundson duke ta bërë shërbesën edhe më të qartë, edhe më të plotë. Prandaj jam shumë i njohur gjithëve pa pirashtim dhe më falni nëse kam harruar në një emër, por së fundmi dua ta mbyll duke thënë faleminderit po ashtu familjes e cila në fakt është kujdesur gjatë orëve të cilave ne kemi studiuar, unë kam studiuar dhe dua të them së fundmi, le të ecim përpara të gjithë si trup i bashkuar, duke e ditur se rruga që kemi përpara është një rrugë ku Zoti është ai që po na udhëheq, jo ne vetë. Perëndia thot në fjalën e tij që edhe sikur të humbasësh ato që ti ke, fito diturinë. Prandaj të studiosh teologji është të fitosh diturinë. Amen. Zoti ju beqë gjithëve. Dhe jam shumë faleminderit për gjithçka. Faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve. Jam shumë e gëzuar, e mbushur, edhe emocionuar që jam këtu sot para jush. Jam e gëzuar se më në fund erdhi diplomimi. 4 vjet. Unë jam nga ata që janë me vite ekstra të themi. Më në fund erdhi diplomimi për një shkollë të cilën as nuk e kisha planifikuar që do ta ndisha. Nëse tani ishte nga ata vëllezër që e kërkonte teologjin, nuk kam qenë e kundërt. I kisha shumë problem shkollat biblike sepse mendoja se ta mbushin mendjen në teologji, edhe të çojnë përsa debate të cilat sillen vetëm për çarje. I kisha frikë sepse mendoja se po të ndisha një shkollë biblike, do të mbushesha me një uri, por do të zbrazesha nga dashuria. Këto mendime i kam pasur për një kohë të gjatë, të them të drejtën, deri para disa vitesh. Filloi të ndryshonte diçka tek unë dhe kisha filluar të kisha një nevojë të thosha, jo thjesht dëshirë, por nevojë që të sistemoja njohuritë e mia biblike edhe ta filloja më shtej, ta çaja më tej njohjen time për Zotin. Duke pasur këtë nevojë dhe këtë nxitje brenda zemrës time, fillova të bëja kërkime për një shkollë biblike. Fillova të kërkoja ndej këndej, mirë po nuk po gjeta një shkollë e cila të ishte edhe një shkollë që më lejonte të bëja punën, edhe të ndiqja studime njëkohësisht. Derisa hasa tek ISTL-ja. U kuptova gjithashtu që një mikesha ime shumë e mirë e ka ndjekur këtë shkollë vite më parë, atëherë kur mendoja se ishte humbje kohe të ndiqje një shkollë biblike. U regjistrova në ISTL me mendimin e ngulitur në mendje që më shumë se 6 muaj ose një vit nuk më duhet mua, kështu që po hyj një herë, po bëj disa muaj aty dhe të shohim të bëjmë pastaj. 4 vite më pas nga këtu. Ishte vendimi më i mirë që mora. Duhet mos preken. Sa i mirë është treguar Zoti me mua përmes ISTL-s. Unë më afrova kësaj shkolle me ndrotje dhe rezervë se çfarë do të ishte ajo për mua. Por ja ku jam këtu për të dëshmuar që Zoti solli manën së larti për jetën time. Për çdo muaj, për çdo lëndë, ai më shërben.
Shkolla u shndrua me shpejtësinë e një mentor të madh për aq shumë gjëra që po kaloja gjatë këtyre viteve. Unë mendoja që një orë që po marr do të më vlenin diku, kur Zoti do të donte, por sa shumë isha gabuar. Zoti përdorte ato një orë për çdo muaj aty ku isha, atë kohë që po e mirja. Janë kaq të shumta herët kur aty që po kaloja atë muaj apo ato mendime që më mundonin atë periudhë kohe, do merrja përgjigjen apo do fuqizohesha pikërisht nëpërmjet lëndës që do kisha atë muaj. Kjo vjen vetëm nga Perëndia. Pedagogët, burrat e gratë të Perëndishëm, që ndan me ne jo thjesht njohje. Ata ndan nga jeta dhe thirrja e tyre. Ndan dobësitë, kjo më ka prekur jashtëzakonisht shumë. Ata ndan dobësitë e tyre. Ndan sfidat që kishin kaluar, ndan mësimet që Zoti u kishte mësuar. Nëse na mësonin për diakonin, ata ishin diak nga thirrja. Nëse na mësonin për kishmbjellje, ata ishin të thirrur si mbjellës kishash. Nëse na mësonin për vëhësinë, ata na mësonin se si të mos ecim në ligj, por të ecim në hir, si të ndërtonin një marrëdhënie prej Ati dhe Biri apo Bia në Perëndi, një marrëdhënie nga e cila do bëronte një udhëheqësi si e Krishtit në jetën tonë. Stafi i dashur i STL-s, vëllezërit dhe motra që na pritën te dera e kishës çdo herë me një buzëqeshje, me një përqaftim, me një pyetje si je me gjithmonë, me një fjalë të ngrohtë, me një përkushtim për punën të bërë si për Zotin, që është një shembull për të marrë për mua. Ata na kanë bërë të ndihemi plotësisht të pranuar, plotësisht të dashur, edhe plotësisht të sigurt në hapat që kemi hedhur në të shkollë. Studentët miq dhe bashkëpunëtarët e mi në këtë rrugtim. Në mbrëmjet e shkollës ne nuk ndam thjesht një ori që i morëm në shkollë apo që i kishim ditur më përpara, në ndanim dëshmi me njëri tjetrin, në ndanim pikalutje, në ndanim shqetësime, në ndanim meranqe, në ndanim qeshje, në ndanim nga jeta jo. Të dashur motra dhe vëllezër, mund të them pa frikë se vitet e shkollës në STL kanë qenë vitet më të bukura të shkollimit si një rritur për mua. Kam bërë shkolla e plot. Po STL-ja ishte ndryshe. Edhe si thot fjala e Zotit, i konsideroj të gjitha ato të tjera plot, përpara vlerës së lartë të njohjes së Jezus Krishtit, Zotit tim. Jam këtu për të dëshmuar se Zoti është treguar i mirë me mua. Se nëpërmjet kësaj shkolla ai na ushqiu shpirtin me bukë të gjallë, ma kënaqi zemrën me përkujdesin e tij dhe më bekoi me dashurinë e tij. Sepse Zoti është i mirë, mirësia e tij është e përjetshme dhe besikëria e tij vlen për të gjithë brezat. Jam kaq mirënjohës se Perëndis e ju të gjithë për çdo bekim dhe ndërtim që keni dhënë në jetën time. Zoti ju shpërblet 100%. Faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithë të ftuarve, përshëndetje studentëve, ne të vitit kaluar edhe të këtij viti. Emocioni është i njëjtë, edhe për ne që kemi mbaruar vitin e kaluar, emocioni është i njëjtë, po të na shikosh, akoma fillohen ato. Edhe pse nuk është diçka për të kujtuar ose për të parë se si ka qenë ky vit, unë them që ka qenë 3 vite plot bekim për jetën time. 3 vite me njohje me stafin. Disa herë unë me stafin, me mesazhe, me çështjen e detyrave, koha, limiti i mbarimit të detyrave. Shpeshherë shikoja veten, a jam duke bezdisur jonën, drejtën. Ai çfarë jam duke bërë? Të qenë në mision me kohë të plotë. Ka ato vështirësitë e veta, të qenit familjar, baba me 3 vajza. Po ja del. Nëse ti ke vullnet, nëse ti beson në Perëndin, nëse ke njerëz të kirshëm, ti ja del. Dhe të qenëve këtu përpara do thotë që ne mund të dalim me Krishtin. Koha në STL ka qenë diçka e ardhur nga bashortja ime Olsa. Ajo ishte e para që ishte duke bërë një vit më përpara se unë të njëjtën shkollë. Dhe duke parë jetën e saj, duke parë se sa e bekuar ajo ishte, kohën e studimit. Në fillim isha paksa dyshues nëse a mund t'ja dal, a mund ta bëj, a mund ta përballoj. Sepse të qenurit siç thash në mision, në atë kohë ishim 16 vite në mision, me të rinë në mision, në kishmbjellje,
në shërbesa të ndryshme dhe ishin kaq shumë gjëra. Por lavdia e përket Perëndis. Ai bëri të mundur që ne të jemi sot këtu të gjithë. Dhe është kënaqësi për mua. Unë shikoj Raxhin që është atje nga shërbesa që ne kemi filluar. Është një lloj me mua duke diplomuar. Dhe kjo është kënaqësia dyfish për mua, duke parë të njëjtin gjë pra. E njoh Raxhin që 8 vjeç, 9 vjeç, duke shërbyer në atë komunitet. Dhe tashmë ne jemi të dy duke u diplomuar në të njëjtën kohë dhe ka qenë një shtys, dëshira ime ka qenë që ai të ishte në këtë shkollë, pra të ndishte, sepse ka qenë një ndikim shumë i madh për jetën time. Ka pasur një impakt. Dhe edhe pse një kohë të gjatë në mision, përpara podiumit duke u predikuar, kur dele dhe shikon, ka akoma më shumë. Dhe për mua jam ndjerë si pjesë, si ata që kanë qenë në Tiranë. Ne jemi nga Zumi, shumë disa nga fatyrat. Jemi më shumë nga Zumi se sa, apo jo plot, më shumë bisedat me grupet e vogla, kanë qenë ato që kanë ndikuar për mirë, dhe kanë qenë kaq shumë bekim të njohur dhe pjesën tjetër të studentëve. Por grupet e vogla kanë qenë kaq shumë bekim edhe atje. Dhe unë them faleminderit stafit drejtorës, faleminderit që kemi qenë një bekim për gjithë secilin nga ne, për mua personalisht, të hirshëm, me limitet e kohës të tyre. Shumë faleminderit, është një bekim dhe unë gjithmonë e them në Elbasan, në Aleancë, kur ne kemi në pastorë që është një nga shkollat që duhet të bërë. Gjithmonë jam duke bërë një reklam dhe duke këshilluar që besimtarë të ndryshëm, drejtues të ndryshëm mund ta bëjnë të njëjtën shkollë. Sepse do të shikojnë se si është me të vërtet të jesh një student. Dhe unë besoj që gjithë secili nga ne mund të shikojnë që ne ja dolim, Temi ja dolim. Shumë faleminderit. Dëshmitë e studentëve me të vërtetë janë shumë prekse në fakt, edhe kanë bërë shumë meritoj. Unë sot nuk kam pozicionin për të ndarë për të kritikuar, thjesht për të dhënë një përshëndetje të fundit se e kam mundësinë e mikrofonit. Por që është bekim shumë i madh, sepse juve do të jeni për të shërbyer komunitetit me atë që juve keni përvetësuar gjatë kësaj shkolle. Jo vetëm teologjikisht, jo vetëm endërisht, por frymërisht ashtu. Edhe kjo është për të shërbyer komunitetit tonë, unjëllor, komunitetit tonë, krishterë, familjes tonë, krishterë Shqipëri, për hirin e brezave të ri, për hir të lishemeve të ri. Kështu që ne kemi ftuar, ne jemi pjesë e këtij komuniteti, edhe kemi përfaqësinë e këtij komuniteti sot. Do i thoja se duhet gjithmonë të japësh një titull përpara emrit. Edhe çfarë emri mund t'i jepja, sepse Alesio nuk është pastor, zakonisht jemi mësuar pastor Pilani, por do të them bashkëshërbëtor Alesio Sema, sekretari i përgjithshëm i Vllazërisë Ungjillore, një person që megjithëse është një brez poshtë meje, unë e shikoj me atë pozitë që ka, që është një shërbëtor me një përulje të madhe. Kështu që duam të japim një fjalë përshëndetje. Është e vërtet që nuk jam pastor, edhe kur më thojnë zakonisht sekretar i them Buka dhe Irene, që janë prindrit e mi, ma kanë vendosur emrin Alesio, kështu që më pëlqen që të thërisni me emrin Alesio. Dy gjëra shkutimisht përpara se sa them atë që kam në zemër, është shumë bukur të dëgjojmë dëshmitë dhe unë nuk e di se çfarë mund të them pas dëshmive. Kjo është e para. Dhe dyta është që zakonisht i shkruaj disa gjëra përpara sa të flas përpara të publiku, por të flisha përpara jush sot nuk mundet vetëm që të shkruaja disa gjëra kryesore. Dhe u luta dhe shkruajta diçka që të doja ta ndaja me gjithë ju. Por të dashur student të diplomuar, stafi akademik që bëni një punë fantastike në ICDL dhe të gjithë ju prindër dhe të pranishëm, pastorën, në emër të Vllazërisë Ungjillore të Shqipërisë të Bushit, më lejoni t'ju përshëndes me respekt dhe përzemërsi në këtë ditë kaq të veçantë dhe kaq domethënëse për të gjithë ju. Sot, ndërsa mbyllni një kapitull të rëndësishëm të përgatitjes suaj teologjike, fillon një rrugtim i ri gjithashtu.
një shërbes e filluar me përgjegjësi më të mëdha, por edhe me hir më të bollshëm. Kjo diplom nuk është vetëm një dëshmi akademike, por sa herë ta shikoni këtë diplom, kujtohuni që keni marrë një thirrje për të shërbyer me përgjegjësi, mençuri dhe dashuri në një kohë kur vendi ynë ka më shumë se kur nevojë për të vërtetën e Evangjilit dhe për udhëheqjes, të cilët janë të shëndueshëm dhe shpirtëror. Kemi shumë besim tek ju dhe presim që ju keni betim për kombin tonë. Ju inkurajoj që ta mbani gjithmonë në zemër fjalën e apostullit parë, i cili tha te Galatasit kapitulli 6 vargu 9. Mos u lodhni duke bërë të mirën, sepse po të moftoheni, do të korrim në kohën e duhur. Dhe brejni nuk do të korrni, por do të korrim të gjithë së bashku në kohën e duhur. Dhe kjo është koha Shqipëri. Përpara se sa ta mbyll fjalën time, kam dëshirë që u jap 5 këshilla që për mua kanë qenë të vlefshme ndërsa kam vendosur të shërbej Perëndisë. Së pari, në çdo situatë, ki besim tek Zoti dhe tek plani i Tij. Tek Sardi, kapitulli 37, vargu 3 deri në 5 thuhet: ki besim tek Zoti dhe bëj të mira, bano vendin dhe shto besnikërinë. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Vendose fatin tënd tek Zoti. Ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar. Planet e Tij janë për shpresë dhe për një të ardhmen. Së dyti, përqafoj dhuntit që Perëndia ka dhënë. Je bekuar me dhuntit e besimit, talentit dhe të intelektit. Përdori ato në maksimum për lavdinë e Zotit në çdo përpjekje që ndjek, ndërsa ti kërkon të shërbes Perëndisë. Së treti, përballu me të ardhmen me guxim. Është shumë e lehtë me heq dorë, por përballu me të ardhmen me guxim. Në dëshminë e parë dëgjuam që kishim sfida, nuk e dija se si mund të isha si pastor dhe drejtora dhe bëja shkollën, por shkolla ishte inkurajim. Pra përballu me të ardhmen me guxim, ndërsa hy në një rrugë të re dhe ndonjëherë të pasigurt, kujtoj që Zoti është me ty, duke të dhënë përqendrim, qartësi dhe guxim. Ai do të jetë udhërrëfyesi dhe forca jote. Së katërti, jetësoje thirrjen tënde. Ec përpara me vetbesim, duke përqafuar mundësitë dhe sfidat, përpara me besim dhe hec me gëzim. Gjinje dritë për të tjerët, duke treguar dashuri dhe duke inkurajuar ata që të rrethojnë. Dhe së fundmi, edhe shumë e rëndësishme do thoja, mos ki frikë nga e panjohura. Mos ki frikë nga e panjohura. E ardhmja mund të duket e frikshme, por kujtoj që Zoti është me ty në çdo hap. Hiri i Tij është gjithmonë i mjaftueshëm. Dhe ai do të mbajë dhe ti do të jesh në paqe. Le të jeni drita dhe kripa e Krishtit në çdo cep të shërbesës suaj, ndërsa ju po shërbeni Krishtit, në kish, në komunitet dhe në jetën tuaj të përditshme. Ne jemi me ju. Kur them ne, jo vetëm Bushi, por gjithë stafi akademik besoj, të gjithë motrat dhe vëllezërit në Shqipëri, ne jemi me ju. Lutemi për ju dhe ju mbështesim, ndërsa përparoni në thirrjen që Zoti ka vendosur për jetën tuaj. Urime edhe një herë për këtë arritje dhe Zoti, Perëndia ynë Jezus Krishti dhe fryma e Tij e shenjtë, qoftë gjithmonë me ju në çdo hap që jeni. Halleluja. Ne përgatisim zemrat tona tani për fjalën. Ne kemi zgjedhur këtë radhë që të bekohemi me fjalën e Perëndisë dhe inkurajimin nga njëri prej anëtarëve të bordit, Christopher Hill, Chris Hill. Edhe ky nuk është pastor, por është i bashkëshërbëtor, i cili do të na shërbejë sot me anë të fjalës së Perëndisë. Kështu që e përpresim. What a privilege to be here. Çfarë privilegje të jemi këtu. Good morning. Mirëmëngjes. Is anyone out there? Good morning. Thank you. Faleminderit. I would like to look back Dua të hedh syt mbrapa
and then look forward. Dhe pastaj të shikoj përpara. You guys who just studied. Good. Does that help? Kjo ndihmon më tepër. Unë dëgjoja shumë mirë, nuk e di pse nuk e dëgjoj. My many talents do not include anything technical. In fact, Shumë talentet e mia nuk përfshin asgjë teknike. and I just demonstrated that for you. Edhe sapo e demonstrova përpara jush. I would like to address you individually as students graduating today. Dua t'ju drejtohem juve në mënyrë individuale, ju studentët cilët diplomoheni sot. I'm going to address you by name and give me a little wave when you hear your name. Madje do t'ju përmend emra. Adelina. Ma ngrini dorën. Adelina, po. Agelia. Agim. I'm maybe not pronouncing this. Dosa nuk I them emrat sakt, po. Angela. Ayan. Aurelia. Eddie. Hi. Fatos. Eroya. Francesco. Frida. Gentiana. Hey, lots of people. Gezim. Ilya. Ilyada. Julian. Claire. Claudian. Ledion. Lawrence. Lulieta. Natia. Rakshi. Rezat. Samanda. Samuel. Sarah. And Uta. Hello. If I pronounce your name badly, please come afterwards and tell me the correct one. Nëse ju përmenda emrin gabim, alin më bravo do ju jap një kafe. And I also want to greet. Sorry. I'll tell you later. What do you do with a guy like this? Çfarë bësh me këtë? I also want to greet those who aren't here in person, including Griselda, Albano, and Cliton. Dua gjithashtu të falenderoj ose të përshëndes edhe personat që nuk janë këtu, Griselda, Albano dhe Clisoni. So, with apologies for my bad pronunciation, I just want to say how impressive you guys are. Duke ju kërkuar ndjes për keq shqiptimin e emrave tuaj, dua të them se sa mbres lini juve si persona. You are impressive. Ju me të vërtet lini mbres. Why? Përse? For 3 years or more, you have given up evenings to study. Për 3 vite apo shumë më tepër, juve keni sakrifikuar mbrëmjet që të studioni. You've had to do homework. Ju desh të bëni detyra shtëpie. You've had to pass the high standards of ISTL. Duhet kaloni standardet e larta të ISTL-s. You've had to meet deadlines. Duhet të kapni ato afatet kohore. And you've had to do practical stuff as well. Ju është dashur të bëni edhe gjëra praktike gjithashtu. So I just want to say, well done! Kështu që ju lumt. Traveling from England by plane, it's very difficult to bring the illustration I wanted for my looking forward. Duke udhëtuar nga Anglia me avion, është shumë e vështirë që unë të jap ilustrimin tani kur për atë aspektin që neve shikojmë, perspektivën që ne shikojmë përpara. I wanted to bring a sheep. Doja të sjellja me vete një dele në fakt po. Dele angleze. They don't let me bring sheep on the airline. Mirë po, nuk më lënë të merrja një dele nga në avion. However, Gjithsesi, I brought a sheep. mora një dele. This is the first time you've ever had a sheep at an ISTL Kjo graduation. është hera e parë që keni një dele në diplomimin e ISTL-s. Why? Përse? Well, maybe I'm a little crazy, that's fine. Ndoshta jam pak I çmendur, jam pak I marr. But actually, I want to leave you with the memory of sheep and shepherds. Por dua t'ju lë juve me kujtimin e deleve dhe barimve. Jesus said, I am the good shepherd. Jezusi tha, unë jam bariu I mirë. And who is he a shepherd of? He was a shepherd of the sheep. Dhe ai është bariu I deleve. So what do we know about sheep? Por çfarë dim ne për delet? Sheep depend on their shepherd for their well-being. Ato varen nga bariu I tyre për mirëqenien e tyre. As you go forward in your ministry, I encourage you to depend
on the Good Shepherd. Kështu që ndërsa esni përpara në shërbesat që Zoti ju ka caktuar, ju inkurajoj që juve të mbështeteni tek bariu I mirë. Except on airlines for England, sheep like to be with others. This one was on its own. Ndelet ndoshta nuk kanë dëshirë të rinë avion, por kanë dëshirë të sillen edhe për qark në trua. And we know that sheep do better if they are together with other sheep. Dhe ne dimë që delet janë më mirë, kanë një mirëqenie më të mirë kur janë bashkë me delet e tjera. So as sheep following the Good Shepherd, have fellowship with other sheep. Don't go on your own. Kështu që ashtu siç delet kanë bashkësi me njëra tjetrën, edhe juve mos u largoni nga njëri tjetri. Keni bashkësi. Some sheep lose their connection to the flock and stray far away. Ka delet të cilat në njëre humbasin lidhjen me tufën dhe largohen. Thankfully, the Good Shepherd comes to find them. Por falender në mënyrë mirënjohëse ne dimë që bariu shkon I lën delet e tjera dhe gjen delet e humbur. Stay connected to the Good Shepherd and to the other members of his flock. Ndaj jini ju nxis që t'jeni të lidhur me bariun e mirë dhe me tufën e Perëndisë. Sheep don't realize the dangers around them. Delet nuk I kuptojnë nga një rreziqet e përqark tyre. Sheep don't realize that there are wolves and lions and other enemies around them. Delet nuk e dinë që kanë edhe përqark tyre ujqër. Be careful. Por jini kujdesshëm. The enemy is around us. Armiku është gjithmonë edhe përqark nesh. Pray for each other for protection Lutuni për njëri tjetrin për mbrojtje. and keep watch. Edhe vazhdoni të jeni vigjilent. The sheep know the voice of the shepherd. Delet e dinë zërin e bariut. They go away from the voice of a stranger, but they follow the voice of their shepherd. Ato ndoshta largohen nga zërit e huajt, por ndjekin zërin e bariut. So going forward, I encourage you to keep listening for the voice of the Good Shepherd, Jesus. Kështu që vazhdoni të dëgjoni në jetën tuaj zërin e mirë të bariut ton Jezus. In England, when you have a flock of sheep, what the shepherd does is he chases them to make them go where he wants them to go. Në Angli zakonisht domethënë bariu I ndjek delet aty ku ai dëshiron që delet të shkojnë. He often takes a dog with him to help. Ka të qenin e stanët që I ndihmon. But that's totally different from the sheep in the Middle East. Por where kjo është Jesus komplet was. ndryshe nga si trajtohen delet në linjën e mesme aty nga vjen Jezusi. In the Middle East, the sheep follow the voice of the shepherd. Në linjën e mesme delet faktikisht ndjekin zërin e bariut. And so when we think of Jesus the Good Shepherd, Kur neve mendojmë për Jezusin që është bariu I mirë, we know that he knows their sheep. ne dimë që ai njeh delet e tij. He knows each one of you. Ai e njeh gjithë secilin për He ju. knows your struggles, he knows your joys. Ai di telashet e juaja, betejat e juaja, por edhe gëzimet tuaja. He knows your future, he knows your past. Ai e di të kaluarën dhe të ardhmen tënde. He knows there are other sheep that you will help to bring into the sheepfold. Ai e di që do ketë delet të tjera që do të shtohen tufës së tij. He laid down his life for those sheep. Ai e dha jetën e tij për këto delet. And he is the gate for the sheep pen that keeps the sheep safe. Edhe ai është personi I cili mban delet të sigurta. He repeated the phrase, I am the good shepherd, for real emphasis. Ai e përsëriti këtë frazën, unë jam bariu I mirë. And so my encouragement to you, my first encouragement to you is, keep your ears open for the voice of Jesus to follow him. Veshët të hapur për zërin e Zotit Jezus. But my second encouragement to you is this. Inkurajimi I dytë për juve është Peter denied Jesus 3 times. Pietri e mohoi Jezusin 3 herë. He betrayed him E effectively trahtoi 3 times. në mënyrë efektive 3 herë. After Jesus' resurrection, 3 times he declared his love for him. Por 3 herë pas ringjalljes Jezusit, ai deklaroi dashurinë e tij ndaj Jezusit. And what did Jesus say to him? Por çfarë tha Jezusi atij? He said, feed my lambs, Ai tha, ushqej delet e mia, feed my sheep. ushqej delet e mia, qingjat e mia. So as you listen to the voice of Jesus leading you, Kështu që ndërsa ju dëgjoni zërin e Jezusit që ju udhëheq, as you bring lost sheep
Ndërsa juve sillni delet e into the humbura kingdom. në mbretërinë e Perëndisë. As you practice the ministry God has called you, Ndërsa juve praktikoni shërbesën që Perëndia ju ka thirrur. feed his sheep. Udhëhiqni, ushqeni delet e tij. Feed his sheep. Ushqeni delet e tij. Paul's last words to the Ephesian church when he was going to be sent to Rome to the emperor Fjalët e fundit që Pali dërgoi kishës efesianëve kur do të dërgojë përpara perandorit. are my words for you today as well. Janë gjithashtu fjalët e mia për juve sot. Keep watch over yourselves Kujdesuni për veten tuaj, and all the flock which the Holy Spirit has made you overseers. edhe gjithë tufën mbi të cilën Perëndia, Fryma e Shenjtë, ju ka dhënë juve mbikëqyrës. Be shepherds of the church of God which he bought with his blood. Jeni barinj të kishës së Zotit që ai e ka blerë me gjakun e tij. So, my two encouragements: listen to the shepherd, Pra, këto janë dy inkurajimet, dëgjoni bariun, follow the good shepherd's voice, ndiqeni zërin e bariut mirë, and look after those sheep that he has entrusted to you. edhe kujdesuni për tufën që Zoti ju ka besuar. And you know what? That illustration of Jesus going out to look for the lost sheep and to bring the lost sheep back. Edhe ai ilustrimi që Jezusi shkoi dhe I la tufën dhe shkoi për të gjetur derën e humbur. If any of us here are a lost sheep, that we're not part of his sheepfold, Nëse ndonjëri prej nesh është dera e humbur dhe nuk është pjesë e tufës së tij, today is a great day sot është një ditë e mirë. to join these other sheep in Jesus' flock. Qyve të bashkangjiteni të gjitha këtyre derave të tjera në tufën e Zotit. As a small reminder about the sheep and the shepherd, in a bag you will get later, there will be a card with a picture of an English sheep. Në fakt në atë dhuratën që do t'i jepet secilit prej jush bashkë me diplomën, do të jetë gjithashtu edhe një si tip kartoline duket se tha me një dere. Maybe not quite as beautiful as this sheep, Jo ka që bukur sa dele ime, but still a sheep. por ende dele. And the reason for that is, if you have a table or a wall, you can put it up just to remind you, listen to the good shepherd. Edhe ndoshta nuk është e vogël, por domethënë ju mund ta vendosni në një vend të dukshëm për t'ju kujtuar juve që duhet të dëgjoni zërin e bariut mirë. And feed his sheep. Edhe të ushqeni delet e tij gjithashtu. So I just want to do one other thing, and that is I would like to invite the ISTL staff team to come to the front. Që duhet bëj një gjë të fundit, duhet të kërkoj stafin I STL-s të dalin këtu përpara. Could you come to the front? All Mund të together. dilni këtu përpara. Aty poshtë, këtu lart s'ka gjë. One thing the sheep need, as well as the shepherd, is those who will serve the shepherd. Një gjë që derët ka nevojë gjithashtu është jo vetëm bariu, por edhe atë që e ndihmojnë bariu, asistentët e bariut. So this amazing team who have supported you through your studies, Që kjo skuadër madhnice e cila ju ka mbështetur juve gjatë studimeve. I want to say well done. Dua t'ju them shumë faleminderit. Well done. And to remind you that you want to be listening to the Jesus who is the good shepherd. Për të kujtuar edhe juve gjithashtu se edhe juve keni nevojë për të dëgjuar zërin e bariut And mirë. that you will be feeding his lambs, his Edhe të sheep. ushqeni delet e tij. To my friend Turbin, I want to present a sheep. Kurse shohim Harry në delen kryesore. So when you go to the ISTL office, Që kur shkoni ke zëra I look at STL-s, his desk and see the do sheep. shikoni a është deli aty apo jo. Thank you very much. Faleminderit Chris. Unë kisha për të thënë disa gjëra në fakt, edhe ca fjalë mi morën studentët që folën më përpara, që gjithika e parë iku. Për teknika e dytë unë doja që të shprehja mirënjohje në fakt për gjithçka që ndodh tek ISTL-ja. Normalisht duam të shkojmë tek studentët në fund fare, por mirënjohja e parë në fakt I takon Perëndisë tonë. Përse I takon Perëndisë tonë? I takon Perëndisë tonë sepse Ati na deshin neve kaq shumë. Sa që na deshin neve ende kur ishim mëkatar,
edhe vazhdo të natoj neve ende kur të shtojmë sot e kësaj dite. Nuk ka asgjë që juve mund bëni që Perëndia t'ju do juve më pak, apo në gjë që juve mund arrini me diplomat tuaja, apo me veprat tuaja të mira që Perëndia t'ju do juve më tepër. Kështu I falenderoj Atin për dashurinë e tij të madhe, sepse me dashurinë e tij të madhe ai dërgoi dhe nuk kurseu birin e tij, Jezusin. Dhe duhet falenderoj Jezusin, Zotin ton, sepse ai na shpëtoi neve. Dakor, kur ne ishim pa vlerë, ai dha jetën e tij për neve. Kur nuk e meritonim dhe ne e tradhtonim, ai dha jetën e tij për neve. Kur neve pasi e njohëm përsëri e tradhtuam, apo folëm keq për të, apo e keq kuptuam e gjitha këto në radhë, ai prapse prapi u lutë ndërmjetësoj për neve, atë nuk e din se ç'bëjmë, dhe na shpëtoi neve. Edhe duhet falenderoj Frymën e Shenjtë, sepse na dha neve fuqi, na dha neve dinjitet, edhe na bëri neve të aftë për të qenë përfaqësuesit e Perëndisë në tokë. Pra Perëndia, Ati biri Fryma, erdhi poshtë që të na ngrinë neve lart. Kështu që falenderoj Perëndin tonë. Gjithashtu duhet falenderoj gjithë stafin e ISDL-s, por Krisi e bëri shumë mirë, falenderoj stafin. Unë nuk mendoj që ISDL-ja do t'ja ditë të mbanë pa angazhimin e stafit në një mënyrë të mrekullueshme, edhe dua të shtoj këtë që kur stafi po vlerësoj nga studentët më përpara sa të shpejt janë në përgjigjen e teksteve dhe mesazhet e gjitha këto me radhë, unë dua ta vlerësoj stafin në mënyrë personale për këtë, sepse nuk e di nëse ndonjëri nga juve më çon ndonjëherë mesazhe dhe merr përgjigje. Por stafi mbulon shumë poshtdhëqe apo dobësi të njëri tjetrit, edhe për këtë dua ta vlerësoj stafin, sepse neve nuk jemi të përkryer, por duke qenë bashkë, neve plotësojmë njëri tjetrin, edhe dashuria mbulon shumë. Kështu që duhet falenderoj stafin, duhet falenderoj gjithashtu edhe bordin e ISDL-s. Nuk e kemi gjithë bordin e ISDL-s këtu sot, por kemi disa nga anëtarët e bordit. Kemi Vajltonin që është këtu, kemi Amandën që është këtu, kemi Krisin që është këtu, edhe nëpërmjet online, ndoshta jemi nuk e di a janë apo nuk janë online, por përshëndesim gjithashtu edhe Stefanin, edhe drejtorin e bordit, Jim Kisën, por që do donin ishin këtu patjetër. Është një legim shumë I madh, sepse unë jam disa borde në fakt, por bordi I cili është më aktivi, edhe I cili ma nxit mua më tepër, edhe stafin tonë, është bordi I ISDL-s. Ka borde të tjerë që takohen një herë në vit, një herë në 2 vjet, ose nuk takohen fare dhe në fund fare kërkojnë vetëm një firmë, kurse bordi I ISDL-s vetëm në këto muajt e fundit që ka qenë një kohë krize, një kohë sfidash, është takuar pothuajse çdo javë. Edhe për këtë unë jam shumë I njohës, sepse kanë mbartur bashkë me mua dhe bashkë me stafin dhe bashkë me juve studentë dhe bashkë me partnerët e tjerë, kanë mbajtur ISDL-n në kohët më të vështira, edhe patjetër është bekim I madh që vetë marrin nderin në kohët e mira, si kjo kohë diplomimi. Dua të falenderoj gjithashtu tek të gjithë pedagogët e ISDL-s. Edhe ISDL-ja është veçantë si shkollë, nuk para I ka të gjithë pedagogët këtu domethënë, por I ka pedagogë Zoom her pas here, ose pedagogë të cilët vinë, 2 janë duke ardhur sot me avion edhe nuk janë dalin vinë dot tek diplomimi. Ato do vinë enkas jo për të korrë një fitore me neve, por për të futur në shërbes ditën e hënë. Kështu që falenderoj të gjithë pedagogët që siç e thanë studentët, dhe kjo ishte shumë prekse, nuk dhanë vetëm një fjalë mbushamëndse, siç thotë dhe pari, por ndan nga jeta e tyre. Kështu që falënderim I veçantë edhe për pedagogët. Një falënderim shumë I veçantë për gjithë mentorët e ISDL-s, partnerët ndryshëm të ISDL-s, të cilët mbulojnë shumë hapësira apo poshtdhëqe tjera që neve si ISDL nuk ja dalim dot vetë, nëse flitet për burimet e ndryshme, për financat, për lutjet, për jam I sigurt që jam duke harruar shumë, ndërkohë që jam duke folur dhe duke thënë shumë. Po harroj shumë më tepër. Kështu që jam një mirënjohës dhe falenderues edhe I tyre.
Jam falenderues për gjithë familjet e studentëve, dhe kjo mbuluam më përpara. Jam falenderues sepse me të vërtet e di që shumë prej familjarëve kanë nxitur disa nga studentët që kanë nisur shkollën edhe ju është dashur vite që më në fund ta mbarojnë shkollën. Jo dhe që i kanë sakrifikuar, por edhe i kanë përndjekur nga pas shpeshherë familjarët e tyre që ta çonin në STL deri në fund. Kështu që familjar apo shok që i kanë inkurajuar apo i kanë ftuar studentët, ta studentë apo edhe shumë studentë të tjerë që të vinë, është një bekim të vërtet shumë i madh. Faleminderit shumë. Nuk kam falënderim për studentët. Unë vetë në fakt jam një nga studentët. Arsye pse unë urtan edhe Lola u futa tek ISTL-ja ishte sepse që kur kam qenë i vogël, unë doja të mësoja, edhe mësoja gjithmonë më mirë kur unë jepja mësim, edhe ndihmoja të tjerët që i thoja, hajde të mësoj matematikën, kur isha në shkollë biblike, hajde të mësoj vjetën e vjetër, edhe sepse duke mësuar kuptoja më tepër. Që jam një njohës i madh vetë i ISTL-s që sa herë është që kam thënë porosia e madhe e Zotit, që gjithçka që juve keni mësuar, juve t'ja mësoni të tjerëve gjithashtu. Kështu që diploma në vërtetë është një nisje për juve. Edhe një ditë neve do të festojmë së bashku kur juve të vini rrotull tek ISTL-ja përsëri për të mentoruar studentë të rinj, apo të shkoni në shërbesat tuaja për të kujdesur për tufën, apo të jeni duke bërë dishepuj që është gjëja më e mirë që juve mund bëni për kishën e Zotit. Edhe shumë të tjera. Kështu që kam një fjalë inkurajuese për juve. Dakor? Që juve të jeni udhëheqës, të cilët mendoni biblikisht, jetoni me besnikëri dhe udhëhiqni me guxim. Pra, kjo nuk është vetëm një festë e arritjes në njohuri, por është një thirrje, një përgjegjësi për të jetuar atë që juve keni mësuar. Fjala e parë thotë, prandaj edhe ne te Kolosianët, edhe ne nga dita që dëgjuam këtë, nuk pushojmë të lutemi për ju, dhe të kërkojmë të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij, me çdo urësi, me çdo mençuri frymërore, që të ecni në një mënyrë të denjë për Zotin, që të pëlqeni atij në çdo gjë, duke sjellë fryt në çdo vepër të mirë dhe duke u rritur në njohjen e Perëndis. Duke u rritur në njohjen e Perëndis. Unë ende sot e kësaj dite kur jam duke dhënë mësim, jam duke u rritur në njohjen e Perëndis, duke forcuar me çdo fuqi pas pushtetit të lavdisë së tij, me çdo kulmim, durim, me gëzim, dhe duke falendëruar Perëndin atë që na bëri të denj të kemi pjesë në trashëgimin e shenjtorëve në dritë. Amen. Sfida që ndron përpara nesh, sfida që ndron përpara gjithë studentëve që e kanë kaluar ISTL-n, që ndron përpara jush sot e kësaj dite, edhe është e njëjta fjalë e Jezusit, ai që tha unë jam drita e botës, tani ju thotë, juve jeni drita e botës, juve jeni kritë para botës, juve jeni ato që e drejtojnë shoqërinë e sotme, në një mënyrë tepër të kontekstualizuar, juve e drejtoni dhe transformoni shoqërinë e kësaj bote në atë që quhet mbretëria e Perëndis. Bota nuk ka nevojë për më tepër diploma, por ka nevojë për më shumë dishepuj, që do të qëndrojnë të patundur dhe do të duan thellë të udhëheqin me përulësi. Kështu që atë që Pali i tha Timoteut, me këtë dua ta mbyll, është që unë ju përbej, ju bëj pra që të betohen, ju përbej përpara Perëndis dhe Zotit Jezus Krisht, që ka për t'ju gjykuar të gjallë e të vdekur në dukjen e tij dhe në mbretërinë e tij. Predikoni fjalën, ngulni kohë me kohë e pa kohë. Kritikoni dhe qortoni, këshilloni me durim, edhe me doktrinë, sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e shëndosh. Zoti i cili ka nisur një punë të mirë tek juve, gjithashtu edhe do ta përfundojë këtë punë. Shumë faleminderit edhe juve gjithashtu. Jemi në klasë, humbasim disa momente të mrekullueshme dhe bukura që juve keni kaluar, apo gjithë neve si staf, partner, board, mësues, kalojmë së bashku. Kështu që le ta ndjekim.
Një breng për shkak se është larguar nga Shqipëria për këto momente, është këtu, po, që do flasja ai. Mirë dita të gjithë. Po, do flas 2-3 fjalla, pastaj kemi ceremonia. Bibla thot në fjallat e urtra, kapitulli 2, dëgjo me vëmendjen mençurin, përqendro zemrën tënde në kuptim. Sepse Zoti jep mençuri, nga goja e tij vjen njohuria dhe arsyeja. Ky tekst na kujton se njohuria dhe dituria e vërtetë gjithmonë e ka origjinën në vetë Zotin. Studimi juaj pra nuk është vetëm një udhëtim intelektual, por edhe një zbulim shpirtëror. Sepse natyrisht nuk bëhet fjalë vetëm për atë që mësojmë, por mbi të gjitha për atë që bëhemi përmes asaj që mësojmë. Vetëm njohuria është e pafuqishme, por njohuria që shoqërohet me dashuri, besim dhe shërbesë mund të ndryshojë jetën. Ju keni mësuar të kuptoni më thellë Biblën dhe të aplikoni atë njohuri në jetën e përditshme. Sot po festojmë rritjen tuaj, njohuri, karakter dhe në besim. Ne lutemi që ajo që është mbjellë të vazhdoj të ushqehet në vitet që do të vinë. Përdorni njohuritë e fituara me mençuri dhe lejoni që jeta juaj të jetë një dëshmi e besnikërisë së Zotit. Ne do t'ju japim diploma, por edhe një pesqir, edhe një Bibël, por pesqir është simbol të leadership shërbëtor. Ju e dini që Jezusi atë historik me larjen e këmbëve. E kemi diskutuar rëndësi e qëndrimit e shërbëtor shumë herë me klasë. Shumë rëndësishme të jeni shërbëtor. Udhëheq ishte duhet të jeni shërbëtor para gjithash. Pesqiri e simbolizon këtë. Tani fillojmë me ceremonia e diplomimit. Kam kënaqësi të ftoj Adelina Leviu.
Vatos Kolonata. Francesco Bame. Frida Rasa. Gentiana Mangiari. Gëzim Jonus. Iliri Saraj. Iliada Tashi. Florian Lichaj. Legion Chama. Lorenz Cadillo. Julieta Castillo. Ertila Kuraj. Raji Rakitin.
Qaferi. Samantha Ramadani. Samuel Chaloko. Sara Kachay. Murtan Colonata. Ne duam falenderojmë Perëndin për udhëtimin e tyre 20 dhe duam përmendim emrat e të diplomuarve që nuk kanë mundësi të ishin sot prezente, ne? Albano Manxhari, Angela Toska, Rita Mapushi, Lea Vierta, Kriston Biçaraj dhe Julian Mamake. Shtrimi duar drejt studentëve dhe le të lutemi për ta. A Perëndin e sjellim këtë grup njerëzish që kaq të bukur, që janë në sytë tu dhe në sytë tanë Perëndin. Dhe lutemi Zot që fryma jote do të jetë me ta. Siç ka qenë duke i drejtuar në udhëtimin e studimeve, ti fryma shenjë do t'i drejtosh edhe në udhëtimin e shërbesës. Zot ti do t'i fuqizosh, do t'i mbash afër, do t'i këshillosh, do t'i inkurajosh. Ne lutemi që nga josja ti jenë mbi ta. Dhe lutemi Zot që t'i shohim si dritë në familjet e tyre, duke qenë drejtues shpërtore, duke ngritur familjen lart. Lutem Perëndin që t'i shikojmë si drejtues të kishës e të bashkësisë së tufës tënde. Që kisha e Zotit në gjithë Shqipërinë dhe përtej të ndërtohet, e të fuqizohet, e të rritet për lartësinë tënde. Ne lutemi t'i shohim këta njerëz Perëndi edhe në pozicionet e qeverisë dhe të drejtimit të lartë. Si drejtues shërbëtor Perëndi që ti të vendosësh në pika kyçe, ku do të jenë jo vetëm shembull, por do të jenë ndikues, që vlerat e tua, që vlerat e krishtërimit, që dashuria dhe shërbimi do të jenë të dukshme dhe do të prevalojnë kudo, që Shqipëria do të bekohet përmes tyre. Frymë shenjtë, lutem që ti mbash në të gjithë udhëtimin që ti Zot ke caktuar, dhe Krishti do të jetë me ju, sot edhe për jetë. Amen. Jezus, faleminderit që kemi privilegjin që të jemi pranin tënde. Faleminderit për të gjithë studentët, Zot. Faleminderit për mundësinë që të jenë pranë fjalës tënde, të mësojnë, të rriten, edhe të jenë në gjendje, Zot, edhe të shërbejnë ty, Zot, dhe të shërbejnë të tjerëve. Lutem, Zot, që kur nuk do të mungoj zëri yt, Zot, në çdo kohë, në çdo stin, në çdo rrethan, Zot, në çdo situatë, Zot, do të dëgjojnë zërin tënd, Zot, zërin e bariu. E do të eci duke udhëhequr çdo ditë prej teje. Zot, lutem, fuqizoj çdo ditë e jep ju mundësinë, Zot, të të shërbejnë ty, Zot. Le ta dëgjojnë zërin tënd, Zot, për të shërbyer ty, Zot, e për të shërbyer këtij kombi, Zot, kudo që të jenë.
Në emër të Jezusit Zot, mbushi me frymën tënde të shenjtë, aftësoj e jepi fuqi çdo ditë Zot. Në emër të Jezusit lutem. Zot Jezus, ja ku të prezantojmë me dishepujt e tu. Sipas fjalës tënde, Zot Perëndi, neve lutemi që këta dishepuj të jenë dishepuj bërës. Të shkojnë Zot Perëndi dhe të bëjnë dishepuj duke shkuar deri në skajet e dheut. Zot Perëndi, sepse kjo është fuqia jote. Kjo është ajo që ti bën Zot Perëndi përmes nesh të dopta prej balite. Zot Perëndi, unë lutem që ata të jetojnë sipas besimit, me anë të çdo fjale që del nga goja jote. Zot Perëndi, ato të jetojnë duke praktikuar këtë fjalë. Zot Perëndi, ato të jetojnë duke çuar fjalën tënde, duke shpallur fjalën tënde përmes frymës shenjtë që ajo mos kthehet kur bosh. Dhe Zot Perëndi, ato do të këmbulin, lutemi që ato të këmbulin gjithmonë në fuqizimin e frymës tënde të shenjtë, Zot Perëndi, pa të cilën as ti Zot Jezus nuk mund të shërbejë dot në tokë. Dhe po kështu sipas shembullit tënd, edhe ata të shërbejnë nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Ndaj neve ju japim porosin, shkoni edhe bëni dishepuj. Neve ju japim porosin, shkoni dhe bashkë shërbejni me Zotin Jezus duke ndërtuar kishën e tij. Shkoni bashkë me Jezusin, mbretin, duke përhapur akoma dhe më tepër mbretërinë e tij anë mban gjithë globit. Në emër të Jezus neve lutemi edhe ju bekojmë. Amen.